Si gjithmonë takohemi nga hëna në të premte, është kënaqësi shumë e madhe që ta kalojmë para ditën bashk, plot 2 orë. Çfarë kemi sot? Ç'është e vërteta sot parashikoj një program shumë të fortë emocionalisht. Kështu që po ju them vetëm kaq, edhe do të vërejmë gjithçka në kohën e duhur. Së pari nisim me recetat e zonjës Vjollca. Atëherë, receta e parë për ditën e sotme, gjoks pule i mbushur. Receta e dytë për ditën e sotme do t'jetë kungulli i verdh i pjekur me djathë dhe arra. Super Omeri dhe misioni i dashurisë, libri që lindi nga dhimbja. Humbi djalin e saj 3 vjeçar, por misioni i Imeldës vazhdon. Ky është Super Omeri. Imelda është mamaja e Super Omerit. Dhe Super Omeri është shndruar tani më në një personazh të bukur libri. Ne do të flasim pa diskutim për librin, do të flasim edhe për Omerin, do të flasim veçanërisht për Imeldën. Ju ftoj të na ndiqni. Mendoj se do të jetë një bisedë nga ku mëson se sa i fortë është njeriu. Realisht mund të kalojë një nga sfidat më të mëdha të paimagjinueshme, më të vështirën në jetë, më të pamundurën mendoj për të luftuar atë të humbjes së fëmijës, por Imelda do të jetë këtu për të treguar historinë e saj dhe se si njeriu mund të vazhdojë edhe zemërthyer të jetojë jo vetëm për hir të vetes, jo vetëm për hir të familjes, për hir të fëmijëve që ka. Si është kjo forcë nga buron, si vazhdon jeta? Çfarë ka në përmbajtje libri, çfarë trajton Super Omeri, përse duhet ta marrim? Të gjitha me radhë, vazhdoni qëndroni me ne. Tani unë do të shkoj tek zonja Vjollca. Gatuajmë recetat e ditës sotme. Spule të mbushur, duhen 2 gjokë spule. Do t'i bëjmë një prerje në mes. Ja këtu. Prit këtu. Këte e kam prerë. Dhe këtu brenda kryet një xhep. Do alternojmë feta domate, feta mozzarella, do vendosim çik spinaq. Do ta marinojmë mirë me krip dhe piper të zi. Pastaj çik vaj ulliri. Këtu domatet do t'i vendosim kështu siç janë, për t'i dhënë aromë shije pjesës së lëngshme, që do shkrihet nga djathi e nga... Përveç djathit? Përveç djathit, të nxjerrim pak lëng domates. Po edhe ngjyra edhe lëngjët që ka vetë produkti mishi. Pastaj do t'i kapim me stikadet, do të kaloj një pak minuta këtu, do t'i kthejmë nga të dyja anët, dhe më pas do t'i vendosim në furn temperaturën 200 gradë për 15-20 minuta. Drejten tavolinë. Është një nga ato recetat që ne mjafton të kemi përbërësit në shtëpi dhe treka është gati. Shumë shpejt. Recet shumë italiane me këtë borzilokun edhe djathin. Kombinim shumë i mirë, shumë i shishëm, i lehtë. Gjëja e parë domethënë që bëjmë është marinimi i pulës. Po. Edhe pak krip. Shkëlqyeshëm. Ja. Vajin do t'ja hedh në fund se më rrëshqasin duart pastaj. Në rregull. Hapim këtu pjesën e mishit. Marrim presim përbërësit, domaten. Fetat holla, jo trashë shumë.
Do na duhet edhe djathi dhe borziloku, le të themi janë shumë pak produkte ato që nevojiten për këtë recetë. Lexojmë së bashku listën. Gjoks pule që do të mbushet me djathin, me domaten dhe me mozzarellën, spinaqin. Spinaq, ndjes, fiksua borzilok. Atëherë le ta shohim pak bashk. Tani kjo shkon dhe me borzilok, mund të jetë çik borzilok të thatë. Po. Se është njësoj si recetat që bëjmë ne me kapreze. Po. Po, i shkon shumë. Nuk e keni të freskët, mund të jeni çik. Si erës. Se keni, mund të jeni shumë fare pak rigon. Ndjes, tani mund ta lexoj recetën. Atëherë kemi 2 gjokse pule, 1 domate të prerë në feta, kemi 4 feta mozzarella, 10 deri në 15 gjethe spinaqi, pak rigon, krip piper të zi. Kjo pra do të jetë, kjo është lista e përbërësve. Kemi nisur me marinimin dhe tani do të vazhdojmë pikërisht me mbushjen e gjoksit të pulës. Ja, kaq. A ta nxeo ndërkohë tigane? Po. Jo. Prit një minutë. Po, mire kam. Në rregull. Do edhim edhe çik vaj aty. Po, të marr pak pemën. Pema është produkti që na duhet menjëherë. Vaj ulliri ekstra i virgjër, po e shtoj në tigan. Që të nxehet. Por sasinë e bëra sipas mendjes time. Ndoshta është shumë, apo nuk e di. Jo. E kontrollon zonja Vjollca. Ta mbyllim. Ta kalojmë mirë të vendi vet atje që të jetë në këndin e vet, sa aromë të mirë ka. Ky sidomos ekstra i virgjër që është kështu aroma ullirit e bukur e mirë e fortë. A do ta mbyllim kështu me shkopinj. Po. Sa shu kur fillon mishi që të piqet, edhe mund të krijoj problem. Sa të ngrohet një çik, e vendosim këtë. E shtova pak temperaturën e rrita. Është okay. Okej, është. Marrim pjesën tjetër. Edhe këtë, e kemi çarjen, e kemi këtu. Vendosim domaten. Duket bukur edhe aty në tigan, madje. Domate. Mozzarella. Kjo është si më e madhe, po i vendosim edhe një domate tjetër. I vendosim dhe borziloku. Ulej çik temperaturën aty. Katerina? Çoj ke shtata. Në rregull, se e bura. Në rregull. Po lexoja që kafen duhet ta pim edhe për të zgjatur jetën. Nuk është thjesht kënaqësi, po themi, nga aroma dhe shija e mirë, por na bën shumë mirë për shëndetin. Ama duhet ta konsumoni përpara pasdites, pra pa ardhur mbrëmja, që të mos keni më ndërhyrje, po themi, të kafeinës në gjumin tuaj. Ama t'ja merrni të gjitha të mirat, mes të cilave thuhet se keni 31% më pak riskje për sëmundje kardiovaskulare, apo edhe një ndikim nga kafja në përmirësimin e metabolizmit. Janë këto disa nga benefitet, por sigurisht ka edhe më shumë, të konsumimit të kafes. E mira është ama ta konsumoni pa sheqer, pa shurupra të ndryshëm, ka dhe nga ata që shtojnë lloj-lloj ëmbëlsuesish, por të jetë ashtu e pastër. Për shembull, e merr atë ama kafen ekspres, edhe e shijon, ose kafe turke për ata që e pëlqejnë shumë. Unë po e marrë njerë se mos na duhet kjo. Po. Edhe pse mund të duhet edhe në një nga ato tjera. Po e lë dhe këtë këtu. Jo, se nuk do t'i ktheu, do t'a vus në furrë këtë, se s'më len këto stikadentët, mirë është. Mbushur plot.
shkëlqyeshëm. Dhe siç po thoja, meqense se ishim te kafja, edhe nuk besoj se pengoj. Ja. Është momenti t'ju kujtoj gjithashtu edhe ofertën fushatën e re të Ama Kafe, fushata e re. U bë ca ditë në fakt që unë ju a them edhe keni patur mendoj kohë mjaftueshëm, po edhe nëse keni pritur ca, keni datën 17 nëntor si afat të fundit për të marrë më të mirën nga Ama Kafe. Pikërisht ekspresin ta ndryshoni, hiqni dorë nga ekspresi vjetër që keni në shtëpinë tuaj, çfarë do lloj marke të jetë dhe merreni zëvendësojeni me një Ama për të patur një aparat ekspres më cilësor, më modern, më praktik në shtëpinë tuaj dhe për të bërë ato kafet e shijshme me kapsulat Ama Kafe, sa të mira janë. Në fakt, kushdo që i provon edhe këtu në studion tonë, sikur të ketë ndonjë që se ka shijuar Ama Kafe, po s'besoj në fakt. Prap marrim atë komentin që sa kafe e mirë, sepse është realisht kremoze me atë ajkën dhe zgjedh secili llojin e kapsulës që preferon, që dëshiron. Veproni sa më shpejt duke shkuar në shop.amacafe.com, që është websajti për të marrë informacion, ose lidhuni menjëherë në rrjetet sociale dhe WhatsApp me Ama Kafe, me stafin, që të merrni përgjigje menjëherë, sepse ky zëvendësim ju leverdis pasi e përfitoni ekspresin e ri me zbritje deri në 70% dhe nuk është pak. Ama Kafe ju mirëpret të gjithëve për pyetjet që mund të keni dhe të bëni blerjet tuaja dhe të shijoni kafen më të mirë. I ke vendosur kështu do këto domatet qershie për shije të mirë dhe për aromë. Kam vendosur që të nxjerrin dhe një çik lang, sepse aty do shkri edhe djathi dhe të krijohet një si salcë shumë e shijshme, shumë e lezetshme, kështu që Bukuri. Po nëse duam t'i pjekim në furrë, zonja Vjosa? Po do t'i vendosim këto në furrë. I vendosim tani në furrë. Po, patjetër që t'i vendos në furrë. Ja. E shikon që domatja e lirojnë që këtë? Ja e që qik, se u fiksuar një qik këto. Ja. Ja, bukuri. Gjoks pule i mbushur, tham, me domate, djath, mozzarella dhe spinaq, është një kombinim shumë i mirë dhe i shëndetshëm për të ruajtur edhe shijen, po edhe për të qenë një mbushje sa më e mirë përsa i përket kalorive. Ja, do t'i lënë qik 5 minuta kështu, do t'i kthej nga ana tjetër dhe drejtë në furrë. Mrekulli. Do hedh paksa të më kapin këto dy gishtat. Në këtë rast mund t'hidhni edhe borzilok, të thatë, ose shumë fare pak rigon. Dhe është një gatim i shpejt, po super i shishëm. Po shija një artikull interesant i cili tregonte, ishte kështu me disa shpreje, ishin përmbledhur më saktë disa shpreje motivuese. Edhe një prej tyre më pëlqeu shumë dhe thash po e ndaj me ju. Mund të thyesh lehtë, nuk ka problem, edhe shpesh. Po. Por ama vetëm mos u thyej si një porcelan, po të thyesh si dallgët e detit. Të cilat përplasen me njëra tjetrën, vërtet thyen, po janë të fuqishme, edhe rindërtohen përsëri dhe vazhdojnë pa pushim, pavarësisht asaj fortunës së madhe që kalojnë. Duhet marrë ndonjë produkt nga Fino, apo? Letër pjekje, na duhet? Do ta vendosim kështu siç është? Kështu siç është. Dhe njëherë tjetër ju jap recetën me shkrim, pasi dal nga dal do të mbrim në pikën që gjoksi i pulës do të vendoset në furrë. Gjoks pule i mbushur është ky sot. Ne kemi zgjedhur, zonja Vjosa pra po bën shembullin perfekt, 2 gjokse pule me 1 domate në feta, 4 feta mozzarella, tikute 10-15 gjethe spinaq, pak rigon, krip piper të zi. Shijojeni dhe do e gjeni në rrjetet sociale gjithmonë këtë recetë, ashtu siç bëjmë për çdo ditë tonë, në rrjetet tona sociale mund të klikoni sa herë të doni. Ja. E fikim tani? E fikim. Shumë bukur. Pra, mishi ka ndruar në ngjyrë
Po ama brenda akoma do që të gatuhet. Dhe me që unë kam zgjedhur këtë tiganin e komoditës, është komod që mund të vendoset në furrë. Në rregull. Ne do ta shohim nëse kjo pjesa sipër na erësohet më shumë se ç'duhet, atëherë i vëm letrën e aluminit. Jo, fal. Nuk do vëmë letër pjekje. Letër pjekje. Dakor. Temperatura 200 gradë. Unë këtu kam 17 minuta, po 15 po e pam që fetat janë pak si më të plota, se janë shumë të holla, se për nëse fileta është e holl, për 15 minuta e gatuhet. Në rregull. Me kaq minuta sa kaloj këtu. Nëse është pak më e trash, mund të shkojë edhe një 5 minutë tjetër e gradojmë përsëri. Perfekt. Mirë pra. Do të shkojmë në publicitet. Kjo ishte receta e parë, e thjeshtë, e shijshme, me shumë pak përbërës, shumë pak blerje për të bërë, me shumë shije absolutisht. Receta e dytë është shumë e veçantë, që është e vërteta mua më ngacmon shumë ta provoj. Një recetë me kungull të ëmbël. Me kungull të ëmbël. Mirë është ai kungulli ta ketë një çik pjesën këtu të gjatë dhe pastaj të vjej pjesa më e gjerë. Më e gjerë, me qëllim që mos ketë grop në mes. Jo se ajo gropa nuk rregullohet se mjafton copat vogla ti vësh njëra për mbi tjetrës, që mos na bjeri as mjalti, as djathi, bri kur të shkri, që është një djath special, plus edhe arrat. Është mund të shërbehet si edhe në vend të një ëmbëlsire shumë të shijshme, pa patur fare sheqer, sepse aty gjithçka do të ëmbëlsohet nëpërmjet kombinimit të djathit, bri që është djath vije special, kremos, dhe midis mjaltit që të vidhet në fund fare. Absolutisht, do të përdorim Be Magic, do të jetë një kombinim i jashtëzakonshëm i gjithë këtyre produkteve për të dhënë një shije shumë të veçantë, një pjatë shumë të këndshme për të vendosur në tryezë. Atëherë bëjmë një pushim të vogël publicitar, kur të kthehemi vazhdojmë me recetën. Rikthehemi në shije shtëpie. Është koha të vazhdojmë me recetën e dytë, ashtu siç e tham, do të jetë një kungull i ëmbël dhe zonja Vjollca e vendosi pak në furrë gjatë publicitetit. Po dhe gjithë minutazhin e publicitetit e shfrytzuam për t'i dhënë një, jo, edhe pjekje ndoshta, edhe do të shohim sa është zbutur, po. Në fakt, kungulli do që ta qërojmë anash, ta presim jo më shumë se 1 centimetër për të bërë këtë recetë, do të vendosim patjetër një letër pjekje. Ja, unë këto, ja, kështu duhet jetë. Është zbutur goxha që ka shumë bukur. Tani do 15 minuta. Unë nuk e kam lënë 15 minuta, e kam lënë 18 minuta. Pra të spërkatur thash me pak fare vaj ulliri dhe me pak borzilok të thatë. Tani do të vendos, ky është djathi i bri, feta djathi, që do ta mbuloj, do shkri dhe do ta bëj në trajtën e një salse. Do të ketë një shije të mrekullueshme, ky kungull i verdh i pjekur me djathë dhe arra. Ja ku vendosen fetat e para. Kështu do të jetë mbushja, po themi, mbulimi që do t'i bëhen fetave të kungullit. Që na u prej pak i trash, më të holla duan. Por e gjitha kjo pra do të shoqërohet edhe me përbërës të tjerë, mes të cilëve edhe mjalti. Është mjalti Be Magic ai që do të sjellim, pas pak unë do t'ju tregoj llojet që kemi, sigurisht dhe i ritheksojmë sa herë mundemi dhe atë që do të zgjedhim për këtë recetë. Ndërkohë bashkë lexojmë recetën me shkrim. Përbërësit që na duhen ndjes është një kungull i verdh, 450 gram djath bri, 70 gram arra, kemi mjalt, vaj ulliri dhe borziloku i thatë që ishte pra gjatë pjekjes me vajin e ullirit mbi kungullin, për kungullin. Djathi bri në nxehtësi shkrin edhe bëhet, se i shishëm, se i mirë. Dhe në fakt është një djath që shkon shumë me mjaltin. Po, është shumë e vërtet. Tu? Doj qik? Mirë, dhe shoqëroja me arra dhe me mjalt këto unë. Ja e qik arra. Vëre këtu sipër. U pa puna tani, do marrë dhe mjaltin.
Yummy, yummy. Yummy. Të kara horoskopi. Nga rënë horoskopi. Dhe ti jetë për kuri në prapavi. E kthejmë drejt në Moski Merakti. Në vend. Me njëherë. Unë këto pjesët e hapësirave i kam vendosur me copa kungulli. Tani, mirë është që arën mos ta hedhim që tani. Unë do hedh shumë pak. Më zgjidh një mjaltë lulesh. Direkt. Marr këtë me paketim. Ta hapim. Dhe ja, ku e kam gati. Ky është varianti mjalt lulesh, siç tham. Ja ku e keni, me paketim të vogël dhe që thjesht i hiqni kapakun. Do një luk zonja Vjollca për atë? Jo, nuk do ta hedh kështu direkt se ta provojmë mirë. Nuk do të më sprucoj shumë, se do hedh edhe një çik fare në fund fare mbasi ti mbaroj. Mjalt lulesh nga Be Magic është pikërisht një paketim ky nga ato që ti mund të mbushësh pjatën edhe ta kesh gati që secili të marrë nga aty ose ta përdorësh pikërisht në këtë formë, pra kështu direkt. Po e hedh kështu në mes. Ja kështu. Mirë. Shumë. Në rregull. Ja, pse. Të përfitoj unë, zonja Vjollca, dhe të tregoj pak produktet? Ti mund të përfitosh e të bësh çfarë të duash, unë ja gjeta fillin kësaj. Kështu që në rregull. Atëherë, kemi disa lloje mjalti nga Be Magic. Janë të përzgjedhura nga natyra dhe realisht e keni natyrën në dorën tuaj. Një nga mrekullitë e natyrës që është mjalti, një punë e pakrahasueshme, do thoja, unë e jashtëzakonshme që bëhet nga natyra, nga bletët, edhe në fund kemi ilaçin e historisë së njerëzimit, që nuk e gjen gjë me mira vitet kalojnë. Keni disa variante përveç mjaltit të luleve, që ishte në paketimin e madh dhe të mesëm ai që po përdorim ne, është dhe versioni i vogël për fëmijë. Pra versioni më praktik i mundshëm që fëmia ta ketë të personalizuar dhe ta përdor atë pakon e vet dhe ta konsumoj madje edhe vet përmes kapakut këtu. Nga ana tjetër keni versionin e mjaltit portokallit, më pas keni mjalt tërfili, është mjalti i gështenjës dhe mjalti i pishës. Jo vetëm të vogla, por edhe paketime të mëdha. Ja, për shembull, ky është i gështenjës. Dhe dua t'ju tregoj pak edhe mjaltin me hojza, që e gjeni të paketuar kaq bukur, shikojeni pak me hoje. 100% mjalt. Ky është i vogël dhe ky është i madh. Për ata që duan ta marrin me hoje, është e tëra gati, do ta marr këtë këtu. Speciale, shumë mirë. Pak edhe këtë këtu, se kjo është një ide shumë e bukur për dhuratë dhe dua shumë t'ua tregoj të gjithëve. Këtu janë pastaj për të marrë kështu kujtime nga Shqipëria. Merrni paketimin, këtu është mjalt portokalli, ky tjetri është mjalt pishe. Dhe dhuroni për ata të cilët jetojnë jashtë vendit, vinë vizitojnë Shqipërinë, doni t'i jepni diçka nga Shqipëria, i jepni mjaltin Be Magic. Edhe ky është një paketim shumë i mirë dhe praktik me mjalt në hoje. Ja ku e keni. Bravo Be Magic për mrekullinë që keni bërë. Faleminderit shumë që na dispononi një produkt si ky, ta konsumojmë ilaçin e natyrës dhe ta kemi në pjatat dhe në tryezat tona. Është realisht fantastik. Unë e provova djathtin, ishte shumë mirë. Ja, i vë kapakun i kuar. Tani djathti do shkri, ka dhe mjaltin, dhe kur të vaket, ato konsumohen natyrshëm të dyja. Dhe ti nuk i ndan dot. Prandaj vendosim në furrë, është nxehtë. Të lumshin duart, praktike fare e thjeshtë. Në temperaturën 180 gradë, tani mund ta lëmë 10 minuta. E shohim. Derisa djathti të shkri dhe të bëhet simbulesë për pjesën e kungullit. Se kungulli në këtë moment ishte al dente. Për aq minuta sa do ri, ma merr mendja edhe për 5 minuta kungulli është bërë. Është gati. Realisht gatuhet shpejt edhe bëhet një kombinim shumë i mirë me mjaltin, me djathin dhe me arrat. Ju jap dhe një herë recetën me shkrim, bashkë lexojmë përbërësit që do na duhen. Receta e dytë është më e thjeshtë, nuk bëhet, ë? Një kungull i verdh, 450 gram djath bri, 70 gram arra, mjalt, vaj ulliri, borzilok i thatë. Ne zjodhëm mjaltin e luleve, mendoj se është ai më i lezetshmi në mos
prishjen e aromave ose ku diun ngarkesën, mos të ngarkohen aroma shumë, është pikërisht ky paketimi. Ndërkohë dikush mund të preferojë të shoqërojë edhe me mjaltin e portokallit, po them unë. Patjetër që mund ta bëni për aq kohë sa e keni në dispozicion nga Be Magic. Nuk e kam idenë se sa mund të ndryshojnë në atë rast, meqenëse se janë me aroma të ndryshme, por mjalti i luleve është një mix i mirë i luleve dhe në fakt unë e kam ndër të preferuarit. Por secili zgjedh të vetën. Di që mjalti i gështenjës është super i shëndetshëm. Unë e përdor shumë mjaltin e gështenjës. Po, tani në dimër rekomandohet shumë. E marr shumë. në përbjeshk, mjalt special. E vërtet, dhe madje unë po shihe një përzierje që po e ndaj me të gjithë juve. Patjetër që mund ta keni parë, nuk po them, por meqense ishte si një recet antiinflamator i vërtet për shëndetin. Përziheni thot në një kavanoz 7 lugë të plota me mjalt, më pas 1 lugë me kurkuma, 1 lugë me ginger dhe 1 lugë të vogël, shumë pak me ose një të kapur, pra me piper të zi. Kjo në fakt e thot të prerë në copa, siç është gingeri ta presësh në copa, edhe kurkuma në rende, pra që t'jenë freskëta të dyja. Freskëta të vendosura në mjalt që ato të lëshojnë. Siç e bëjmë zakonisht mjaltin me hudhra. Në shtëpinë time për shembull bëhet në dimër se s'bën ose kur është ndonjëri pa qejf. Mjalt me hudhra edhe ajo është realisht një ilaç i vërtet se dihen vetit e secilës prej tyre. Pse jo të mos i bëni gati këto përzierje, merrni mjaltin e luleve Be Magic apo të gështenjës apo të pishës apo të tërfilit, këtë preferoni ju, dhe të bëni përzierje të kësaj natyre për të patur ilaçin më të mirë dhe të parandaloni sëmundjet. Kjo është e rëndësishme, sidomos për virozat. Tani nxjerrim ato ta shohim sa është edhe pastaj për ngjyrën e kemi secili e ka në dorë vet. Sa aromë të mirë. Po pse mos ta ketë aromën e një kregjeti? Mirë. Ato janë shkrirë dhe shkon, bën një salcë të vetën aty. Po, domatet kanë lëshuar ato lëngun e vet. Mrekulli zonja Vjollca, të lumshin duart. Pa e këtë se mos digjesh? Po, dhe mishi është bërë. Shkëlqyeshëm. Shikes, kjo herë absolutisht. Po dhe ky, për shijet e mia është tamam. Perfekte. Mund ta servirim, nëse doni çik më me shumë ngjyrë, po ma merr mendja po ta lë më tepër mishi i bardhë, nëse s'ka dhjamin, atëherë sikur na thahet. Në këtë moment është fiks gati për të shërbyer. Ku dëshiron ta vendosim zonja Vjollca? Po. Tek këto pjatat e komoditës? Ku të duash ti? Atë është shumë mirë. Shumë mirë, këtë du dhe një lugë, asgjë tjetër. Receta e parë, nëse keni ardhur me vonesë, është fileto pule mbushur me domate, mozzarella dhe spinaq. 3 përbërësit ishin këto, e një shihet mrekullueshme, padyshim shumë e thjeshtë dhe që do ta gjeni në YouTube. Ja ku e keni dhe të shkruar, 2 gjokse pule, 1 domate në feta, 4 feta mozzarella, 10 deri në 15 gjethe spinaqi. Kemi pak rigon, kripe dhe piper të zi. Shumë e mirë. Ka shkrirë dhe djathi dhe ç'të hani. Ja. Shumë mirë. Po, nis një val e re lëndësh të reja në botë. Ka disa vende që fokusohen tek edukimi dhe formimi. Për shembull, Danimarka kishte shtuar lëndën e empatisë, sidomos për kafshët. Po. Mirë do ishte për shembull të ishte edhe këtu në kurrikulat tona. Po mendoj që shqiptarët i duan kafshët. Po mirë dhe për njerëzit. Empatia për njerëzit. Duhet shtuar. Kjo po. Me këtë jam. Kemi dhe Britaninë, e cila ka futur lëndë të reja, klima, financa dhe fake news, lajmet e rreme. Me sa duket edhe duhet luftuar shumë. Si? Edhe kjo që nga e nevojshme që të mësojnë fëmijët që në moshë të vogël t'i dallojnë. Çfarë do të thotë jetë lajmi i rrem, po edhe për klimën që është fundja ajo çfarë ne po jetojmë sot, pasojat e dëmeve që kemi bërë, ndryshimet klimaterike që reflektojnë të gjithën.
Zonja Vjollca, si thua, të shkojmë në publicitet, përshëndetemi tani? Si duash ti, unë jam këtu edhe një orë tjetër, kështu që bashkë me papshi. Do takohemi gjithmonë me zonjën Vjollca me shumë dashuri dhe sigurisht do të shohim videot në YouTube, sepse ka pafund receta prej saj, prej duarve të arta të zonjës Vjollca. Duar artës tonë. Pa. Kështu thot Katerina. Sa unë i kam provuar dhe mund të them me bindje. Juve që si keni provuar, s'keni fajin, ndoshta dhe mund të pyesni, por jo, jam e bindur që edhe ju e keni këtë mendim. Pas pak do t'jemi me të ftuarat e sotme, ku kryesore po them është historia e Imeldës edhe Super Omerit. Nuk po them më shumë, nuk e vlen të them më shumë. Gjithçka do ta dëgjojmë pas pak. Qëndroni me ne. Miropafshim. Rikthehemi. Po ju prezantoj me njëherë me të ftuarat e sot. Me Imelda Asmega është me ne. Faleminderit shumë Imelda. Të falenderoj nga zemra që ke zgjedhur të jesh këtu në program dhe të ndalemi bashkë tek Super Omeri. Do të jetë dhe Lorela Garuli, e cila do të na jap këndvështrimin psikologjik të diskutimit të sotëm. Lorela, faleminderit shumë. Mirë. Sigurisht që kjo do të jetë një bisedë pak e vështirë për ne, për mua po njëherë, ju e dini se sa përfshihem emocionalisht në bisedat tona, në temat tona. Imeldën e kam njohur në rrjete sociale, ashtu siç shumë besoj e njohin. Konkretisht me librin, me Super Omerin dhe Misionin e dashurisë. Më kontaktoi pikërisht për të më treguar se kishte një libër të bukur në duart e saj, një libër është i bukur patjetër sepse flitet për një nga njerëzit më të shtrenjtë, 2 përfshirë edhe motrën e Omerit. Dhe sigurisht folëm gjatë pastaj. Folëm sepse dhe unë doja të dija më shumë në lidhje me të dhe që atëherë diku në verë ka qenë apo jo. Kemi lënë bashk mundësinë e hapur që ta diskutonim dhe t'i tregonim të gjithë dhe në programin ton për këtë libër dhe është momenti në fakt sepse sot është panajiri i librit, nis sot deri në datën 16, kushdo që ta marrë Super Omerin dhe Misioni i dashurisë mund ta gjej pikërisht atje te botimet Pegi. Pikërisht për këtë do flasim. Hagit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Katerina. Sigurisht që siç e the edhe ti, do të jemi shumë përfshira në këtë temë sot dhe ama jam e bindur që mesazhi që Imelda do që të përcjell do të tregohet më së miri në program dhe do të shtoja gjithashtu edhe për librin që patjetër që kush dëshiron mund ta blejë nga sot në panajër dhe në vendet e tjera, por edhe që misioni vazhdon jo vetëm për dashurinë që përcjell ky libër, por edhe sepse të ardhurat që vijnë nga ky libër shkojnë për bamirësi. Imelda, përpara se të ndalemi tek çfarë tregon libri, të japim një orientim edhe të gjithë teleshikuesve se kush është Omeri. Dhe do doja ta nisja me atë çfarë pak din përmes lajmeve. Ka qenë një prej lajmeve të fillim vitit apo jo, ku motër e vëlla u shkruajt në atë kohë, janë helmuar dhe janë në gjendje të rëndë dhe më pas u deklarua që djali është ndarë nga jeta në moshën 3 vjeçare. Mund të më tregosh pak të lutem shkurtimisht, nuk dua që të thellohem në detaje për të mos të vënë në siklet. Çdo gjë nisi shumë u qume një ditë me një virus normale edhe patëm vetëm disa çaja të vjetë ashtë si Omeri dhe Irini edhe ishte aq e njëjtë me rastet e tjera që i ka kap fëmijët përpara, domethënë pak të vjellta, pak lodhje trupit, edhe jena nisë në spital, domethënë, kena bërë një serum vitaminash krejt thjesht, e kanë marrë vedin shumë mirë, ju nalen vjelltat, ju nalen çdo gjë dhe në ata momente ishte thjesht një virus normale, spitali ishte plot edhe ishim shumë qetë sepse si infermierët apo doktoreshët, ana ishte shifën e vetë, jemi me të njëjtat, domethënë janë tonë fëmijët me të njëjtat simptoma, është virus stinet që ka kap. Ishte periudha që kishte dyndje me fëmijë në këtë virus. Ishte dyndje dhe ishin të tanë që po bashin serum dhe ishte plot. Momentin kur ne qëndrume, domethënë atë masdite, derisa pame që fëmijët morën vedin shumë mirë edhe kërkoshin me hangër sepse asaj ditë nuk kishin hangër nga që kishin vjellta dhe
moren energji, moren çdo gjë dhe ishin të thonë që është më mirë të shkonin në shtëpi, domethënë që t'jenin qetësi tuaj, sepse janë mirë dhe gjëna me ndajt këtu me kaq shumë korridore plot me viroza tjera edhe kaq. Kena shku në shtëpi, pa kanë çdo gjë normale, ne kena lujt atë dorë, kena çu prapë mëngjes duke lujt, Ti ishe në pritje të ëmbël ndërkohë. Po, në isha 38 javëshe shtatzon, në një ditë para ishim të përgatit veshjet për motrën e tij, domethënë ne kishim hap rrobët e gjanat për me bë gati, sepse deri në atë moment nuk kisha bë asnjë gjë gati. Nuk e di, për është kjo ndjesia nënës që e parandjen që diçka, domethënë nuk duket shumë bukur me kanë vërtet, edhe pritësha, domethënë kisha një lloj ndjesie edhe nuk po asnjëherë të Omeri, domethënë kurrë nuk të Omeri ose të Irini asnjëherë. Kishe ndjesin që zemra po mbushej plot, po shtohej familja, por ama nuk ndiheshe mirë. Sepse njeriu, domethënë, Zoti ka qenë shumë i mirë me ne dhe nuk kena kalu deri sot, unë nuk kam kalu sprova një jetë teme. Kam pas jetën shumë bukur qysh në linje, ideja me prind, me pjesën me bashortin, domethënë që ne na njoft qysh në gjimnaz dhe nuk kam pasu një histori që me thonë më dhem zemra, ose unë s'kam ditë, unë s'kam derë lot në herë deri sot, me thonë nuk kam pas falë Zotit as një rast, edhe normalisht njëri e din se si është jeta, edhe e din që në këtë jetë do s'provohesh, edhe e pret një farë mënyre që nuk do t'jetë gjithmonë fush me lule, edhe ai moment ishte që t'u plotësote çdo gjë, edhe nisha vedin shumë plot, edhe e ke një lloj friket, një lloj parandjenjet, për kësaj lumëtërisë absolute dhe thu, o Zot mi prit, por asnjëherë nuk e din se kur të vjen. Edhe ne atë ditë u qume si çdo ditë, domethënë që kaloj, sepse realisht kaloj, edhe ishin tu i përgatit mëngjesin, tu përgatit çdo gjë si për ditë, edhe shoh që si ishim duke qesh më mirë, një moment ai përkulet te steku, domethënë pak më, edhe i them Samedit, burri që po e qojmë të shparadite që mos lodhe deri mas dite, sepse kishim e ba dhe një serum tjetër mas dite që me... Sepse e shoh që është ma i dopt se sa Irini, edhe nuk po pres. Edhe momentin kur marrë për me qu, dhe me thonë edhe i herë, kemi mrit në spital, edhe aty shoh reagimi e doktorave që thojnë që është shumë keq. Edhe në atë moment... Ndërkohë e vetmja shenjë ishte këputja. Po, kaq. Dhe me thonë, deri në atë moment ishte duke lujtë, duke qesh, e kishte aq fuqi, dhe me thonë, në mëngjes edhe pa pritme, ndryshoj gjithçka. Edhe shkojmë, dhe me thonë, spitale, dhe me thonë, djali është keq. Edhe prapë se prapë, dhe me thonë, Zotit vërboka, sepse e shifsha që ai kishte forcë që nuk arrishin infermierat me marrë analizën, sepse kishte forcë për me hek dorën, kishte forcë me hek masken, me hek tana, me më thirrë, me më kërkua, dhe thosha, s'ka shanse, sepse vinë fëmijë që kanë ardhur dhe pa frymë, edhe kanë arrit më u kthy, edhe me më thanë mu djali është keq, edhe nuk, të më thanë, u përmys bota, aq ishte. Kishin ndonjë shpjegim mjekët ndërkohë? Mjekët nuk kishin asnjë shpjegim. Të më thanë, thjesht insuficiencë kardiake. Ishte shpjegimi për Omerin edhe asgjë tjetër. Edhe problemi është që në momentin tonë më të vështirë, atëherë kur gjithçka ne na u përmys, kërkush nuk pa dhimbjen tonë, as nuk i interesoj dhimbja jonë, domethënë. E vetmja gjë që interesoj mjekët me bë disa skenare që me myll ato gabimet ose gjanat e veda që ishin bë në spital, gazetar që me thënë drejtën në atë moment asnjë nuk kërkoi të vërtetën, kërkoi kush po e bëte lajmin përpara edhe kush pa e hallte i pari për mu ba lajmë, sepse sot me dhimbje, si kur u shehen shumë për këtyne portaleve dhe si kur 5 minutat ishin nalë me menu, e kishin djerë që nuk është as pak e vërtet pjesa e helmimit apo disinfektimeve, sepse si kur vetëm mendo, do me thonë, 1 minut duhet, mes dimrit që nevojet ke me disinfektu, do me thonë, mes dimrit kur nuk ke as mushkanja, miza, ose mikrobet që munden me hitë, që nevojet pat me ne për me bë një disinfektim, kur unë shtatzon pritje, unë pritësha vajzen, dhe më thonë nga moment edhe ishte shumë e thjesht për me dash për me marë, por në ato momente
ne u përdorme për mas me kriju një panik që sepse të thote virus, apo të thote që ndodhi diçka që nuk e dim nga erdhi vetëm me këta sheja, në spitale u bate një panik i madh sepse tanë prind ishin me fëmijët njësoj me të vjellta. Edhe e di që u shfrytëzu shumë, dhimbja jona dhe kërkujt nuk i interesoj ajo pjesë, vetëm i interesoj me na shtu më shumë. Sepse një moment u ndjeve më keq sepse në një farë mënyre po ngarkohej barfaj mbi familjen. Me thënë drejtën, unë nuk i kam ditë hiç, edhe unë alas sot nuk i kam po lojmet. Unë atë periudhë unë kam kënë dhomen tema dhe as nuk synosha vetë sepse e disha që bëhem keq, unë nuk kam synu me kap telefonin, me hapa si gjo, sepse çdo gjë jam qote këtu, për me mbrojt vajzen, për me mbrojt mailin që isha ala në javën e fundit, edhe e disha që kam largu çdo gjë që mujte me mshtu pjesën e dhimbjes. Unë nuk kam ditë asnjë lajm që ka dalë, unë nuk kam ditë asnjë gjë dhe sot më vjen keq sepse normalisht çështjet janë prokurori, si për pjesën e shpifjeve dhe çdo gjë dhe shef një shpjegim nga prokuroria që të thotë nuk është një lajm botëror që për me i hell në gjyq, është një lajm i vogël, sepse aty i duket i vogël, për nuk e din që në momentin që se unë kisha hy për me lexu gjana të tilla që unë Ajrini nuk e kam ditë që Ajrini është në gjendje keq. Ndërkohë që në çdo lajm shkruhej që Ajrini është shumë keq, në rrezik për jetën, është jashtë e tjera dhe nuk e mendojnë që familja, por nuk të ka mbrojtur media. Absolutisht familja, absolutisht sepse nuk më lejoshin asnjë moment as me kap telefonin ose nuk e kam Ajrinin e kam ditë gjithmonë mirë. Edhe kushdo që ka kanë me Ajrinin në Tiranë, domethënë më shpjegote që nuk lejohet telefoni për me fol me vajzen mbrapa te pjesa e animacionit, është shumë mirë e tjera dhe kanë mbrojt shumë sepse familja dhe vetë, domethënë, e nisha atë për me mbrojt vedin edhe me mbrojt mendën time dhe... Dhe vajza u shtrua për shkak të virozës? Vajzën e kemi qu direkt për Tiranë nga Afrika e asaj që nolli me Omerin. Kuptove, shperje masa me iden më profesionale. Nga Afrika, domethënë, babi Ajrinit e ka nis direkt, parë tek ne, parë tek unë, sepse unë isha me Omerin kurse ai ishte me Ajrinin. Momentin kur i kanë dhënë lajmin që është shumë keq e tjerë, ai e ka nis direkt Ajrinin për me bë vizitat apo për me nis për Tiranë. Ajrini ditën e parë ka kanë çdo gjë mirë, edhe mjek në Tiranë thoshin është çdo gjë në kontroll. Nuk ka, domethënë, probleme të tjera. Të nesërmen kanë ndryshu çdo gjë dhe kanë dhënë 1% shansjetet. Zemra e smallu, edhe vajzë, domethënë të njëjtin gjë dhe askush nuk e ditë se çfarë po ndodh. Edhe kjo që të vjen keq nga disformimi i spitalit e çdo gjë është sepse u hupen shumë ditë duke kërku për analiza toksikologjike sepse ishin drejtu që për helmime, për gjana dhe u detyruan me bëhet shumë analiza që ndoshta ishin edhe të kota, sepse dolen çdo gjë që nuk është e vërtetë, doli çdo gjë që janë rregull, synoshin domethënë, unë kam bërë analiza pa fund për një shtëpi, vishin me marrshin në shtëpi njerëz të afër që punojnë domethënë sepse i kishin drejtu sikur jemi gjithë smur, sikur kemi kalu të tanë njëjtën gjë. Edhe vishin i thosha pse jeni tu bë analiza sepse unë e di që jam mirë. Edhe nuk e disha që po i bashin për Ajrinin, sepse priqin me gjithë diçka të ne, me gjithë diçka. Domethënë mjekët e Tiranës janë tregu shumë kujdesshëm. Sepse kanë dashur të gjejnë shkakun apo jo? Kanë dashur me gjejnë shkakun sepse nuk po dishin për shkakun. 4 ditë kanë kërkuar shkakun, edhe ditën e 4 u dorëzuan që thonë nuk po kërkojmë më shkak, por po bëjmë gjithçka për me e pështu. Domethënë Ajrini falë bashkëpunimit me spitalin Gjenova, sepse mjekët të Tiranës në fakt u dorëzuan, edhe i dhonen edhe një afat, i thonë edhe 30 minuta, nuk mundet vajza ma, domethënë. Po e mashin me zori, sepse Ajrini ja majt vetëm me adrenalin, që po e mashin me zori për me shty disa ditë, për me po apo gjenë shkak, apo gjenë shkaktar që me vazhdu. Edhe në ato momente u dorëzuan edhe kanë bashkëpunu shumë me spitalin e Gjenovës të fëmijëve, edhe thjesht kanë eksperimentu. Domethënë, po bëjmë këtë ilaç, shohim apo reagon, po bëjmë këtë derisa një ditë gjithçka ndryshoi, domethënë
parametrat ndryshuan shumë pak, të nesërme ndryshuan më shumë, edhe ditën e tretë, thonin hajde marrë një vajzën sepse nuk ka asgjë gjë. Shpjegimi i tyne është vetëm Airini është mrekullia e Zotit që ne e shohim të ecë, nuk e dim çka ka pas edhe nuk e dim si është nash. E dim vetëm ajo që ka pas, ka ik edhe me te ka ik dhe problemi. Sepse spitalin e Italinë na thotë vetëm transplantin zemër mundet me e pështu. Zemra e Airinit nuk ka me shku ndonjëherë në vend, me parametra që shifshin, sepse dërgoshin çdo ditë analizat, ekot e zemrës, edhe momentet kur kanë pa, domethënë ndryshimin, janë bë shumë kanë bë konsulta para se me dalë Airini, kanë bë me Stamboll, kanë bë në Itali, kanë bë në Londër, dhe çdo doktor në çdo shtet thotë nuk ka shanse për me kanë njëjta zemër, nuk është e mujtun që kjo zemër me kanë njëjta njëjtit person edhe me ndryshu kjo gjë brenda një jave. Edhe ti e quan mrekulli? Dhe unë beson tek mrekullia? Unë fillim që është mrekulli edhe absolutisht jo vetëm për Airinin, po në çdo gjë, domethënë si për Airinin, si për Omerin, unë e di se nga kanë ardhur, si mrekullia, si sprova, nuk për këtë edhe nuk synoj një farë mënyre, sepse shumë vetë thojnë nuk kuptoj pse nuk i të kërku për me u hakmar, ose kërkojnë domethënë pse nuk rrin me kërku. Unë e di që në atë moment sinolli, mënyra se sinolli, nuk i kena vu asnjëherë gisht mjekve, për pjesën se sinolli, sepse kur e shef diçka që të noll për 5 minuta, nuk mundesh me i vu dikuj faj për 5 minuta, domethënë, edhe qofse është bë diçka, domethënë, unë e di për sa kohë e pranoj që jetën ai që ta jep edhe ta merr, nuk mundem me najt me ju kap aq fort dikujt apo mu kap me kërku gjithçka, sepse mu nuk ndryshon asgjë në shpirtin. Unë nuk ndryshon edhe atë nuk e kthen asgjë, thjesht unë hupi shumë, sepse hupi vedin edhe hupi, nëse unë rri me njek atë rrugë, hupi fëmijët e mi, hupi kohën teme dhe çdo gjë teme, domethënë nëse vazhdoj me një rrugë që nuk më nxjerr kërkun. Sepse nuk kthen kohën pas, kështu që po të kthej koha pas. Nuk kthen as kohën pas, nuk nxjerr asnjë rezultat, sepse kena pyet pa fund edhe është diçka që të paktën ti ke shëruar disa rrugë që janë edhe ke shkuar dhe jashtë vendit, ke pyetur ekspert, sepse me tërë respektin për mjekësinë shqiptare, ne kemi atë hijen e dyshimit që ndoshta ka nevojë për një mendim të dytë, një mendim të tretë. Absolutisht. Eksperiencë më të unë them, unë me mjek nuk e kam sot absolutisht, domethënë për pjesën të kujdesit, sepse për kujdesin e kanë treguar dhe nuk duan me vu gisht diku ku unë nuk jam eksperte. Po gjithsesi ti nuk zgjodhe të shkosh më tutje për gjetjen e shkakut, siç është për shembull autopsia, apo jo? Jo. Është diçka që po lexosha dhe po shifsha dhe diçka që kishin hap që njerëzit janë shumë në kërkim të së vërtetës ose pse nuk e kërkon të vërtetën, pa djeg shpirti është shumë lehtë me thënë kërkoj të vërtetën. Por momentin kur të noll, atëherë shif se çka ka rëndësi, sepse sot njerëzit harrojnë që dhugari, harrojnë edhe japin dhugari njerëzve. Edhe harrojnë që dhugarin do t'ja jepsh Zotit. Edhe unë nuk mundem me bë diçka për me qetësu ndërgjegjen teme, që unë me kene qetë që shiko, nuk ishte diçka që nolli prej nesh, ama jo me bë diçka për te. Për sa kohë ti nuk i lehtëson asgjë kjo pjesë, mu nuk kam kene asnjëherë interesuar për autopsinë. A ka qenë besimi në Zot ai që të ka ndihmuar në qoftë që në momentin e shkëputjes nga njëri tjetri? Absolutisht. Ka kënë para, ka kënë qysh momentin e shkëputjes, ka kënë në çdo kohë është diçka dhe kur mora vesh edhe për psikologen që është sot, ma shumë i thamë po i baj qefin edhe disa miqve të mi të afërt, sepse janë gjithmonë që bane provi ideja domethënë për terapi ose shkon, a ke nevojë, shko e tjera dhe me tanë respektin, sepse normal kush ka nevojë gjithmonë me shku, por ne di që këtë dhimbje unë vetë nuk e përballoj. Edhe nuk shoh as domethënë që mundet me ndihmu, sepse unë ala sot edhe nuk kam e pranuar ndonjëherë që unë mundem me përballu humbjen e tij ose dhimbjen e tij. Unë çdo natë them, o Zot, unë nuk mundem, po ti mundesh
edhe ti më ndihmo. Sepse unë s'ka me pranu ndonjëherë. Të të lë një Këte. minutë. Shkoj te Lorena, një Po, që të jesh sa më e qetë. faleminderit. A di, Lorela, mua më ngacmoni Melda me pjesën e ndjen veten të plot dhe ke frikë. Si është e mundur që ekziston kjo ndjesi te njeriu? Tani, për ta bërë pak më, do thoja, të përgjithshme, sepse historitë janë shumë personale, mënyra e përballimit të dhimbjes të zisë është shumë personale, ka shumë faktorë që janë facilitator, pra që ndihmojnë apo që nuk ndihmojnë, një nga cilët është besimi, okay? Besimi gjithmonë, sigurisht që ndihmon. Ajo që ndodh është që kur na largohet nga jeta një njeri shumë i afërt, dhe Imelda sigurisht ka sprovën, besoj më të dhimbshme të kësaj, ka disa hapa, disa fazat paktën që njihen në psikologji dhe në mënyrën se si përballohet dhimbja. E para është mohimi dhe e fundit është pranimi. Janë ja 5 faza që kalon në përzemrim, shumë njerëz bëjnë pyetjen po pse mua, ose kërkojnë atë të vërtetën që tha Imelda, që në fakt vjen nga një zemrim i brendshëm, vjen nga një indinjat, vjen nga një inat, vjen nga një vështirësi për të përballuar gjithë dhimbjen dhe njeriu përpiqet të gjej pse në merat. Dhe zgjidhja, thonjza zgjidhja, pra psikologjike, po flas gjithmonë në plan emocional, të këtyre emocioneve është pranimi. Që me sa shikoj në rastin e Imeldës, si rrjedhoj mbase dhe formimit vetë personale, vetë besimit, edhe e mbështetjes nga familjarët, nuk e di, po e hipotetizoj këtë, ka ardhur më shpejt, shumë më shpejt tek pranimi. Pranimi është që ti nuk flas për pranimin e faktit, flas për një pranim psikologjik që ti bën paqe, pra nuk përpiqesh të gjesh kaqe, të kërkosh si e qyshe tek, ose për shembull ka raste tipit që rrinë me vite për shembull në përgjygje që gjejnë si qyshtek, domethënë gjygje 10 vjeçare, dhe kjo është mënyra e vet, domethënë këta janë mbase të ngecur kjo pjesa e zemrimit që është larguar dikush nga jeta. Pranimi, po thoja, është ai moment që ti bën një paqe dhe e pranon, domethënë ajo që tha Imelda, ne psikologjikisht kështu e përkthejmë, tek pranimi. Dhe fakti që për shembull ka zgjedhur të shkruaj, të sjellë këtë botim, të sjellë kujtimet në një mënyrë shumë të dashur, pra dhe me dashuri. Unë nuk e kam lexuar librin, do ta shikoj dhe të përgëzoj për mënyrën që ke zgjedhur, sepse si psikologe gjykoj që është një mënyrë shumë e shëndetshme, e bukur dhe e paq se si ti ke zgjedhur që kujtimi të jetë gjallë. Por jo të gjitha arrin ta bëjnë këtë. Domethënë sigurisht thash, është shumë personale mënyra e përjetimit të dhimbjes dhe nuk gjykojmë dot. Domethënë ka individ që zgjedhin të mos flasin për shembull. Për më tepër ka dhe shumë komponent kulturor. Kur flasin për zinë, ka dhe një kuptim social që i vishet për shembull ndarjes nga jeta. Megjithatë, psikologjikisht, ne dhe si terapist për shembull, shumë herë jemi dhe të papërgatitur, të gjithë jemi të papërgatitur psikologjikisht se si të përballemi në momente të caktuara. Gjithë do vdesim një ditë, madje ne në psikologji, unë kam vënë re edhe në praktikën klinike, shumë prej çrregullimeve të ankthit, burimin e kanë tek frika nga vdekja, që është një frikë ekzistenciale. Nuk dihet cikli jon. Dhe ta mohosh apo mos ta marrësh në konsiderat, sigurisht që duket sikur do ta fshesh themin e ta fusësh poshtë tapetit. Në një kohë që psikologjikisht edhe pak ekzistencialisht do thoja që nëse jemi më të ndërgjegjshëm për këtë fakt, për faktin që do ikim nga kjo botë një ditë, mund të jetojmë më mirë, paradoksalisht. Megjithatë, thash se cili ka mënyrën e vet dhe kurse si nuk mund të themi që një mënyrë e përballimit dhimbjes është më e mirë se sa një tjetër, okay? Thash ka njerëz që zgjedhin të mos flasin, sepse i dhëmb shumë dhe kjo duhet respektuar, ka të tjerë që flasin, shumë herë jemi ne që në një ikje të parakoshme, të papritur, shumë të dhimbshme nuk dim se si të reagojmë dhe kam përshtypjen që kjo lidhet shumë me frikrat tona. Domethënë ka njerëz që i shmangen, ka njerëz që nuk shkojnë për shembull në përvarrime, apo që nuk dinë se si të ngushëllojnë. Dhe sigurisht lidhet me limitet tona, sepse patjetër thash është një frikë ekzistenciale. Dhe kuptimet që i vishen kësaj janë shumë dhe kulturore dhe sociale, por edhe personale, në bazë dhe të përvojave që ka gjithë secili.
Kjo ka qenë në fakt një nga gjërat që edhe ti e ke ndarë me mua me Agidën kur ke komunikuar edhe për bisedën e sotshme. Shumë Nala të kjo psehi, sepse thojnë që kërkojmë psehin, ose shumë vetë na kanë ardhur dhe na thoshin nuk e meritoshit ju këtë, po është diçka që kush e meriton me hup fëmin. Nuk, domethënë, askush nuk e meriton sikur më i keqi me kanë fëmia është fëmia dhe nuk meriton për me i hup fëmia. Dhe unë asnjëherë nuk kam thënë pse, sepse nuk mundisha me thënë pse unë o Zot. Nuk mundesh me thënë sepse direkt jetu e çu sikur çoje diku tjetër, pse unë. Kur në fakt hupja fëmis kërkush nuk e meriton, po ama është ka qenë një ndër gjërat që e kemi diskutuar së bashku, mënyra se si të tjerët pastaj afrohen dhe komunikojnë edhe trishtimin që ata ndjejnë. Se pa diskutim që të gjithë kur e dëgjojnë si histori, edhe pa ju njohur fare, ndjejnë trishtim, është e dhimbshme. Ndoshta nuk din edhe të gjejnë mënyrën e duhur, pra ka patur raste kur je ndjerë ndoshta edhe e lënduar nga forma se si e kanë shprehur ata dhimbjen e tyre, ndjesin arshideje. Kjo dhimbja madhe vjen edhe me një si superfuqi, sepse momentin kur no disha ka që madhe, kur të nol ajo që ma keqja që ki mendu në i herë që mundet me nol, të ban një mund dhe i çdo gjaje tjetër. Edhe asi gja nuk duket ase madhe, nuk duket ase rëndë, dhe me thonë, që që njerëzit me noshin se na lëndojnë, edhe tu bazu të kjo që mos po të lëndoj, unë nishin tu mos fol hiq për Omerin, unë nishin tu mos ardhë, unë nishin tu mos pyta si gja, nishin disa veprime cilat, dhe më thanë, në atë mënyrën e tyne që po na lëndojnë, që po na rushin për lëndimit, nuk mundesh me lujt asnjë gjë sepse mu sot nuk më lëndon asnjë gjë tjetër më shumë se sa ajo që kam sot. Edhe nuk din absolutisht me të ngushëllu. Nuk din sepse shpesh nuk e din se ke janë të ngushëllu. Edhe nisen me diçka që e kanë mësu ndoshta kur kanë një printe vetë të ja thonë dikuj tjetër, etj, edhe me të njëjtat fjalë mundohen për me të ngushëllu. Edhe një shpesh kur më thojnë për shembull që inshallah është i xhenetit ose inshallah është për djalin, për parajse etj, janë të fol për 1-3 vjeç. Edhe nuk ka vend tjetër për te përveç sa aty, domethënë, nuk e din se me kujt janë të ju drejtu, ose kajnë atë shprehjen qoshi vetë, janë këto shprehje, domethënë, qa duan jetën para ti, qa me ken une para ti. Janë shprehje që muhen, janë të zakonit, që thuhen rresh që ty, në momentin kur ta thojnë, duhesh me ja kthy me një faleminderes, po ama këtu, shpesh shoqes teme të ngushtë i them, o Zot faleminderes që nuk kam titra këtu, që me atë që kam këtu për me pa tjetri, sepse duhesh me mbyll me një faleminderes, sepse nuk kuptojnë edhe nuk mundesh me i vufaj, sepse shqyqyr që nuk kuptojnë gjëra të tilla. Unë me ata që kalojnë njëjtën gjë me mu, cilat më shkruajnë te faqja, nuk kena nevojë me fol shumë, sepse kuptojmë shumë njëna tjetrën. Unë ma shumë edhe për faktin që sot jam të fol, jam shty tepër sepse momenti kur më nolli, kërkova me gjetë vedin vetëm të persona që jetojnë jashtë, sepse këtu nuk kisha diket që flite, ka shumë pak që flitet për pjesën e dhimbjes, ka shumë pak njerëz që zgjellin me fol për atë, sepse është e vështirë me dal me dobësinë tënde më të madhe dhe me u shfaq njerëzve me atë që ty të dhem shpirti edhe me u shfaq tjerëve. Por sot, domethënë them, kam bë mirë sepse momentin kur e di që kam një grup njerëzish që më kuptojnë, që mundem me fol shumë ma shumë se sa ndoshta edhe me njerëz se mi të afërt. Përmes faqes në Instagram të kanë kontaktuar edhe nëna të tjera. Shumë nëna të tjera që jena ndajmë njëjtën dhimbje, pavarësisht se përjetimet janë tana të ndryshme, sepse unë e shoh me bashkëshortin tem që ne jena një shtëpi, po dojmë dhimbjen e të njëjtit person, po jena shumë ndryshëm dhimbjen se si e përjetojmë. Sepse ajo është më tepër që nuk don me e fol, sepse ajo është aty që nuk i duket që po flet kot sepse kërkush nuk e kupton në atë momentin, nuk lodhet me fol me dikën në momentin që thet ai nuk e din asnjë gjë ç'a kena këtu. Edhe më lodh me ja shpjegu dikujt që nuk e din, por respektojmë mënyrën e njëri tjetrit. Unë respektoj tijen, ai respekton temën.
unë nihem ma mirë të e folë dhe thamë s'do t'isha nala si herë të folë për te, a i nihet ma mirë të e majtë për veti dhe për këtë normalisht absolutisht dhimja përjetohet nërsh. Ka ndryshuar edhe marrëdhënia juaj në këtë pikë, ose mënyra se si rinderoni tani? Ashtë shumë nëryshe, çdo gjë është nëryshe dhe më thanë, nuk mundet asnjë gjë me kënë njësoj edhe thamë kur shumë vetë synojnë për më këthy shpejt në atë që kanë kënë për para, ose ma mirë është me thanë është një fasad, sepse thamë nuk është mirë me kënë çdo gjë si ma për para, një gjë ka që malë me nollë, unë e marë si shenjë nuk mund t'jetë patjetër. Pikrisht edhe me bas si kur çdo gjë është mirë edhe çdo gjë me vazhdu aty ku unal, nuk është e mujtë, nuk është e drejtë. Për mu thamë nuk është absolutisht e drejtë. Një hupje ka që madhe në me vazhdu jetën tonë aty ku e lame. Jeta jonë ka me pas nërshime shumë të maja, thjesht lutem shumë që rruga që Zoti aty na pru tjetë mos ta hupim rrugës. Edhe sa shumë e letë me hup rrugës kur zemrën e ketë thyme, është shumë e letë me deviju për asaj të mirës, edhe për asaj që me pa të mirën të tjertë, është dhimje tila t'i zhveshi njerëzit. Ja shef në gjyren e njerëzve, ta në gjyret e njerëzve. I shef se shumë vetë e kojnë zemrën shumë vogël për dhimje ka shtë maja. Sepse i shef që mendojnë edhe në atë moment, mendojnë që shikohen kisha ardhë, por mërzitem. Edhe them, ti mendojnë për mërzin tane në dhimjen teme dhe duket se jotja është e rëndë. Edhe unë sot shumë vetëve i them që sa mirë kishte kënë që unë sot me pas vetëm mërzi. Unë kur jam vetëm me mërzitun, është ndjenja ma letë, unë e quj ditën e mirë, ditën e bukur, kur kam vetëm ndjesi malit, ndjesi mërzijet për te. Po janë ndjesi tjera pa fund që të mysin gjatë ditës që ata janë të rana, edhe ata i përjetojnë veshne. Edhe për këtë thamë, me thamë, kur i njën, i shef që janë shumë të vegjel, edhe nuk ja venëri, i kalën, se thash është kjo superfuqia që asi gjo nuk të stranan ma, asi gjo dhe nuk të banë përshtypja asi gjo, nuk ka ma rëndësi, dhe me thamë, për që me të ranu. Po, ty tani të duhet ama t'jesh dhe të vazhdosh për para, ndoshta dhe të bësh sikur jeta është shumë mirë për hir të fëmijëve. Absolutisht. Sepse ti ke dy vajzat. Ke Airin e cila është sa vjeç? Airini është 7. Airini është 7 vjeç. Dhe vogla është vetëm 8 muaj. Sa ditë pas 8 ditë. Omerit ka ardhur? Meli ka ardhur 8 ditë. Pra ti ke lindur fëmijën e tretë 8 ditë. 8 ditë. Pasi Omerin u shkëpute nga Omeri. Nuk po përdor fjalë tjetër se nuk dua të Për këtë thëmë në i herë qeshi për, thëmë, jam rast për me marë për studim se janë të në këta kur diskutohet jo lindja, jo postpartum, jo të me thënë ishin, thëmë, aqë shumë erdhen sa këto as nuk u shifshin, të me thënë, një mëri ndjenjash edhe një mëri në gjarje, shonë, thëmë, të kisha pa një film, kisha thënë regjizorje pas ka të pru, sepse nuk mundin me nëllë çdo gjë mrena 10 ditëve me nëllë ka shumë gjana. Nuk mundin mënyrën se si u nërshu çdo gjë e jetës tonë, edhe është nërshim dhe më thonë, nërshim që sa është ma jeta jote, nuk është ma jotja. Të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël. Bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe kur të kthehemi do të vazhdojmë me email pikërisht këtu tek ardhja në jetë e vajzës së tretë, si është në fakt të vazhdosh të përballosh prindërimin në këtë gjendjen, le të themi në gjithë këtë vështirësinë. Dhe fiks mirë e thotë, dhe një regjisor ta kishte bërë film, ndoshta do ishte shumë për ta përjetuar dhe një shikues, vetëm pas pak. Vjen në jetë Mel, e cila është 8 muajsh tani, të kenë jetë shëndet, ta uroj nga zemra, e cila sigurisht është pritur me gjithë dashurinë e botës në familje. Por me siguri, nga ana tjetër edhe me një re të madhe, po them unë, mbi ju që ndoshta nuk ju ka lënë të shpreheni 100%. Absolutisht, është i që ne them, Meli erdhi në kohën e saj, sepse ajo kishte kohën me ardhë në të momente, nuk është diçka që
po e kërkume, do më thanë që me na ndihmu me dhimjen, ose se normalisht njeriu kërkon shumë mënyra që për me kalu dhimjen. Aja erdhi në kohën e saj dhe kur e shef ashtë pafajshme, dike që e ki dashtë atë shumë, e ki kërkuat shumë për me të ardhë, je mundohesh me mishe me shpirë, si do që je mundohesh me ba maksimumin që asaj mas me mungu asi gjë. Ndoshta për mrena nuk jena ni, ashtu si nihe, nuk jena pasat gëzimin edhe me gëzu edhe me të knaq zemra për që po shef, po ama për jashta jena mundu që me shfaq njëjtë në mënyrë, po vërësisht se shumë vetë thoshin, se kja e vogël nuk din gjo, ashta janë ndjenja fajit vetë që nin prini, që duket që shikot që nuk përja ban t'njajta gjona si ja ki bo dy tjerëve, dhe po ja len shumë gjona po bo, dhe shtyhe që nesër mas mullni kjo ndjenja fajit që shiko që t'larë, sepse është njësaj mrekulli si dy tjerat, edhe për ne është nuk ka si një dhej nërshimi, po është i s'kos ku ka ardha, ja dhe më thanë është bekim edhe Zoti të bika zgjidhja në para se me të pru problemin, për nuk e din se kush a zgjidhja, dhe sa të din që ata janë, dhe me thonë, momenti kur Meli ka ardhë, ka kënë zgjidhja jonë, sepse edhe kur je në gjendjen tënde më të keqe do të qohesh, sepse e din që aja ka nevoj për ty, e din që aja nuk pyt, aje keq, aje mirë, aja ka nevoj mu shy, ka nevoj mu qu, mu ndru, e gjdo gjo, dhe do t'ja bash ti, edhe është zgjidhja jonë dhe është aja që në kanë imu pa fund të dyja vajzat, Melia dhe Irini, njëjtë mënyrë. Super Omeri. Tani Super Omeri jeton në qellë. Ai ndërton parë që lojërash në re, pikturon ylbera me të qeshura dhe dërgon shkëndije dashurie poshtë tek familja e tij. Hapa vetëm një faqe. Në këtë libër flitet për Super Omerin, i cili është lartë në qellë, edhe pjesa e shpjegimit në fakt në fillim ishte shumë interesante. Ke gjetur një shpjegim shumë të bukur, mes të cilave edhe tek botimi tjetër që uroj ta shoh dritën edhe ajo, është një projekt në fakt i Imeldës, ku edhe aty shpjegohet është një komunikim mes motrës së madhe dhe Omerit. Ku i tregon se është dora e Zotit ajo që fluturoi lart në qellë dhe ai atje është duke ngrënë akullore që nuk shkrin kurr, që po çokoladë po që nuk i prish dëmbët, ke bërë pra krijuar atë mjedisin e bukur imagjinar të dy librat janë krijuar të njëjtën ditë, me thënë drejtën, se janë krijuar për Irinin si një dhuratë vetëm për Irinin, nuk është se janë krijuar për më botu. Edhe kam dash vetëm për te dhe për familjarë tonë që me e pas një dhoj kujtimit aty për fëmijë tjerë, sepse aja që më vrite ma shumë nuk ishin të rritunit ose që s'po e përmendin, sepse vishin tanë që ne me taman nuk e përmendin, për nuk e harrojmë kur, edhe nuk e kishat e të rritunit, e kishat e fëmijë që janë alat vegjël sot edhe nuk janë të e njoft, edhe librin e dosha ma shumë që me e qunë çdo familje tonat, që kajnë fëmijë të vegjël, që ishin shumë të vegjël, që Omeri ka kalu qaste me ta momente për të rriti e harran, i rriturin ndoshta ajo, por ajo mosha 2 vjeqe, sa ishin moshmete, normalisht që e harran, edhe libri u kriju për motrën e tij edhe për familjarët tonë, për asi gja ma shumë. Janë të dy që shpjegimet që ne kena dhënë Irinit, kur Irini ka arë në shtëpi, domethënë, momentin kur ne i kena shpjegu për largimin e vllast saj nga kjo jetë, edhe si libri i parë edhe i dyti, domethënë i parë është pak a shumë shpjegimit që unë i kam dhënë asaj atë ditë kur erdhi në shtëpi, kurse i dyti është tana pyetjet që Irini më ka bërë mua, domethënë çdo natë para gjumit, Irini ka pyetjet e saja që i drejton vetëm me mua, edhe çose Irini përpara ka një fëmijë shumë i pavarur që ka fjet vetëm, qysh 1 vitit e gjys 2 në dhomën e saj, ka dal pa fund, domethënë ka ndaj të gjyshrit me fundjavave, do të shumë këtë pavarësinë dhe mu shkput për nesh, të Irini nuk dën as natë mu shkput për mejet, sepse ka këto pyetjet që i dën aty në darkë, domethënë edhe i dën vetëm me mua para gjumit. Nuk është se të bezdis gjatë ditës ose ta shoh, po para gjumit i ka. Para gjumit ajo kërkon më shumë për Omerin, apo? Kërkon shumë ma shumë pyetje, domethënë ka ato pyetjet edhe gjëra që të zojnë atë shumë pa prit, sepse ti nuk e din se sa mendja fëmijë se ku është, se si
Cilat kanë qenë pyetjet më të vështira që të ka bërë? Pyetja më e vështira e Irinit ka qenë ditën kur ka lind Meli, edhe Irini ka qenë alon spital kur ka lind Meli, ka dalë një ditë mrapa. Edhe atë ditë për i gëzimit, ata na marrin telefon me kamerë, edhe momentin si hap kamerë nuk pyeta si gjatë tjetër, vetëm thët, mama, ka pa Omeri bebin. Edhe Irini nuk e dite për Omerin. E kur theta, ka pa Omeri, me mamë si duket bebi Omerit, a i duket i bukur. Edhe shumë e vështirë që me majt një busqeshje në ato momente dhe me ja këthy me shumë busqeshje, me shumë dashni që po me mama është i pari që e ka pa dhe është i pari dhe ne jena të sigur që Meli pa bekimin e ti nuk ka arë njët. E ka pa fund pyetje, të sajat që ndërkohë që njerëzit më bëjnë një pyetje tillë që a përmend Irini Omerin, a kujton Irini edhe duket shumë ç'a është kjo pyetje, a kujton Irini Omerin. Irini është ajo që e kujton edhe do ta marrin Omerin çdo ditë. Më mend një ditë që isha vetëm në kuzhinë dhe ishte me hallat e veta në dhomë të saj dhe hallat i thonë që shkojmë në kuzhinë te mami sa vetëm. Edhe Irini që thot, mami nuk është vetëm, se mami është me Omerin që thonë. Edhe është kja bota fëmijëve që kërkan me o majtë shumë mas tyne. Se thëmë, Omer shife botën si Irini, edhe shife largimin e ti si e shef Irini, dhe mundohna shumë që largimin e ti me pa me sytë e fëmijëve, sepse është mënyra ma bukur që mundesh me e pa, dhe më thonë, është janë ma e kajnë ashtë bukur atë botën e tyne, ka momente që thëmë Mel jetë u fut shumë botë fëmish, sepse ishim një ditë, Irini i qënë shumë letra, i qënë me Bushiqa me helium, edhe i qënë i shkruan letra, dhe i qënë Omerit letra. Edhe një ditë ata Bushiqat nga ngatrohen të një tel. Irini, po, me helium edhe ngatrohen një tel, edhe Irini u mërzit. Po mërzita unë ma shumë sa Irini, se thosha s'po i shkojnë. Edhe e dzen vedin edhe thuh që i të bami, do me thanë, e dzen vedin që tu menu, a thua është e letë kjo loja që me e majtë të dhëmbaci për me jaqu, kur qeshim me vlanë, kur ashu, thëmë, ku kina shku, ku kina mrejtu, vlaj, thëmë se vika kjo që me ndërije, pak shto vedit e pranushme, se shifshim Bushiqat sa duhen për me majtë me qu një loj për t'i linje. Po, kaloj të gane. Në fakt, unë ka folur gjatë me Imeldën edhe një nga gjërat që më ka pëlqyer shumë edhe në mënyrën se si ti ja ke treguar Irinit dhe ke folur për të, është edhe fakti që ju flisni me hënën, duke folur në këtë lloj forme edhe me Omerin. Lorela, përveç se të patjetër të mbash dhimbjen si nën, po ka ndonjë këshill që ti doje ta jepje duke dëgjuar edhe mënyrën se si e ka përballuar Imelda me fëmijën e saj tjetër, pra me Irinin, çfarë mund të bëj një nën me fëmijën që e ka aty çdo ditë përpara syve? Ne gjithmonë, po, Imelda e ka bërë dhe unë nuk do doja kurse si që ta, nuk kemi në terapi dhe asë për dënë këshilla. Jena, se duhe. Në mënyrë të përgjithshme, ajo ka zgjedhur mënyrën e saj. Ne gjithmonë synojmë që të thuat e vërteta. Dhe unë shikoj që ju e keni bërë. Edhe më vjen shumë mirë për këtë, për vajzën që 7 vjeçe dhe për vajzën që është më e vogël që do rritet me të vërtetën. Shumë herë në fakt janë triturit që kanë frikë, domethënë i thon fëmijëve, i tregojnë gjëra që nuk lidhen shumë me realitetin, apo i thon ka ik larg, s'do kthehet, ka ik në një udhtim, sepse në fakt jemi ne si tritur që e kemi ndonjëherë të vështirë të përballemi me të vërtetën, me frikën nga vdekja dhe me pyetjet e fëmijëve. Është e vërtetë që mënyra se si fëmijët i përjetojnë qoftë gëzimet, qoftë dhimbjet, është shumë gjenuine, është shumë, domethënë triturit duhet të jenë, mendoj unë, gjithë sy e vesh për të mësuar ndonjëherë nga mënyra e tyre, kështu që e para është thuhet e vërteta, gjë që është bërë, dhe të jetohet dhimbja. Vazhdimisht gjatë gjithë jetës njerëzore jemi në përpjekje për ta shmangë dhimbjen, për ta mohuar.
Ne kemi një, unë do thoja dhurat, në thonjza, si qenie njerëzore që është vulnerabiliteti, që është aftësia jonë për të lënduar dhe për të prekur. Dhe vetëm nga kjo aftësi për të qenë vulnerabël, ne duke e jetuar, ne dhe mund të ta kalojmë. Nuk ka mënyrë tjetër, për fat të keq apo të mirë paradoksalisht, nuk e di, për ta kaluar dhimbjen se sa të kalosh përmes saj, se sa ta lejosh dhimbjen ta ndjesh pra. Kështu që besoj kjo është kryesorja. Është shpesh më thoshin fillim që mos qaj se, po të shef vajza, ideja mos qajnë sytë vajzë, por ato qamjet që janë të mallit, ato që ne nuk i kena më shej për Airinit asnjëherë, sepse unë du që Airini kur është që njihet a që mërzitur, nuk du me nalu Airinin për me qa, edhe ajo më shifte edhe kur pyte është që po qajnë për mallit, o mam, ka marrë mallit, edhe është okej, e pranon, nuk e ka problem, dhe më thënë, sot kur më shef të qa, nuk i duket diçka, është normaliteti jonë sot. Edhe është gjoja ma normale, biles është aja që të vjen edhe të ngushllon ma mirë se kushdo. Dhe më thënë, të vjen edhe thjesht t'jep një përqafim, as nuk pyet, sepse sot pyesin disa njerëz që prap ti, ose pse ti të qa, dhe më thënë, sikur ke nevojë mi dhon shpjegim prap unë, sikur mu më nërshaj diçka. Edhe kur më thojnë prap ti, them, a hapi derën edhe u kthy, që me më thonë prap ti sot, unë nuk është, dhe më thonë, se kam sheh ndonjëherë dhe nuk do ta mshehi ndonjëherë, nuk jam përpjek me kënë mirë për syt e tjerëve, sepse ka disa që shikon mos i jep kënaqësi tjetrit që je keq edhe banu mirë. Qose dikush njën kënaqësi për dhimbjes teme, nuk është problemi jem. Unë nuk jam nxitua asnjëherë që dhe më thonë, diçka që kur s'jam mirë me ba që shiko unë jam mirë, shiko se unë jam të e përjetu mirë, unë jam të e kalu mirë, nuk kam unë pse nxitohem për kërkem. Dhe më thonë, nuk për pritshmëritë e njerëzve nuk duhet kërkush një dhimbje tillë për me nxitu edhe me ba për sytë e tjerëve, se qa është këtu për mrena e din gjithkush. Të bëjmë edhe një shkëputje të fundit publicitare, edhe kthehemi pas pak. Mirë. Thash dhe më herët që ka nisur panajiri sot, është deri në datën 16, panajiri i librit I mirëpret të gjithë lexuesit dhe ata që kanë dëshirë të marrin Super Omerin dhe Misioni i Dashurisë do ta gjejnë atje në stendin e votimeve Pegi. Është ky libër që Imelda e ka shkruar me shumë dashuri, me shumë ndjenjë, me shumë emocion, e rrëfyer shumë bukur gjithçka. Si ka ecur deri tani? Si të zhdukur pritja e audiencës tënde në Instagram? Sepse aty ka qenë po themi e gjithë fushata, do të thoja në thonjza në kuptimin njohja e publikut me këtë botim. Është shumë falenderuese për këtë që e ka përkrah, sepse në fakt unë as Instagram personal nuk kam pas, edhe nuk jam më ham person I rrjeteve sociale që edhe ishte diçka që shumë pak dishin për historinë, sepse unë momenti kur nuk kam kënë gati me fol, më kanë kërku shumë heret për me fol, edhe nuk kam pranu, sepse kur nuk je gati që të pak të në fjallë me I djarë deri diku pa u dridh, edhe ka ecë libri shumë mirë vetëm për shpërndamjeve tjerve, edhe shumë falenderuese për kujdo që e ka shpërnda, sepse kanë kënë shumë përkrasa. Edhe pavarësisht se ka pas edhe rastet që sikur të vrasin pak dyshuse të tipi që më kanë kërku fakte që I ki për bamirësi, më nisë fakte dhe foto që ki fol me fondacione e tjere, dhe të vjen keq kur me ndonë që dikush, me ndonë që ne kishim dash me fitu diçka prej dhimbjes tonë, sepse ne kishim dhanë shpirtin tonë, pasunin tonë që me kënë sot to, edhe me menu që ne... Edhe mos të shkruaj fare ky libër. Absolutisht, edhe me menu që ne dona 100 darkë për ati libër, për përfitimet tona personale, unë ishe shumë keq ka kjo pyetje, nuk I ven faj sepse sot normalisht ka që shfrytëzojnë shumë gjana që s'janë të vërteta, por si kur të kalash 5 minutat e faqe, kupton që gjithçka është e vërtet, edhe s'ke vend për dyshime, por 99% kanë kënë shumë përkrasa, ka kënë shumë numër I vogël kjo e dyshimeve, ose ne me librin kena dhuru ultim Disney për familje, që ka kënë diçka që nuk e besoshin
shumë vetë sepse mendoshin që çdo gjë lidhet me përfitime monetare. O ti e bëre për? Edhe nuk e din, Ka qenë udhtim që e dëshironte fëmia? Unë e kam bërë që kena qef me gëzu në tana ultimet ku Omeri ka kenë për me qu, dhe më thamë, familje me fëmijë, ultimet që ne kena bërë për para. Edhe ultimin Disney ka kenë në ata më të bukrit që ne mojmë mend si familje, që kena bërë me Omerin, edhe ishte diçka që ne e kishim shpirtnore edhe kishim nevojë për një kënaqësi shpirtnore në ato momente edhe shumë vetë personit që ka fitu ultimin i shkrushin që mos u bën naive, sepse nuk do ta japin si ultim, domethënë, mendoshin që ne nuk do ta dhurojmë si ultim sepse nuk ke asnjë lloj përfitimi nga ajo që jetu dhuru, sepse ne nuk kishim vu as kushte për me njek faqen e këtë, se nuk du që dikush me mendu një ide që mu m'interesojnë me ndjek faqen. Mu m'intereson që libri me kry misionin e ti, që libri me ecë dhe ne me pas mundësi me ndimu sa ma shumë persona. Edhe disa gjana i kina shpërnda që kina ndimu, nuk kam dash në fillim, po nga që kishte këto dyshimet, jina dytërua dhe me i shfaq disa prej gjanave, disa prej ndihmave që janë dhënë, disa prej dhuratave që janë familjeve në nevojë. Por libri ka vetëm një qëllim dhe shpresoj shumë që sa ma shumë të ecin libri, aq ma shumë mundena me ndihmu dike, edhe është diçka që e bëjmë për vedi, sepse shumë ngatrohen edhe mendojnë që ne po bëjmë diçka për Omerin. Omeri atje ku është nuk ka nevojë për asnjë gjë. Nuk ka nevojë që ne sot me bë diçka në emër të Omerit, sepse Omeri aty ku është Omeri nuk ka nevojë për kërkem. Ndoshta një moshë më e madhe ka nevojë për i vepër të mirë me e bë në emër të tij, etj, për me ndihmu në, por Omeri s'ka nevojë asnjë gjë që me bën për te. Ne ç'a bëjmë që me ndihmu vedin pak, që shpirtnesh më uni mirë me atë ç'a po kalojmë, me një pak. Lorela, në fund, do doja të ndaleshim tek forca e njeriut për të përballuar një nga vështirësitë më të mëdha siç mund të jetë kjo, po ndoshta edhe të tjera, se varet, kjo është edhe formë përjetimi dhe nuk do doja të thoja që humbja e prindit është më pak se sa humbja e fëmijës. Natyrisht ndryshojnë, por janë dhimbje në fund të ditës të dyja. Nuk, është vërtet, nuk ka një shkallare krahasimore se faktikisht bëhet kjo kulturalisht dhe është shumë e gabuar. Një ngjarje më pak dhimbshme në plan të parë dikujt mund t'i dhemi më shumë se sa i dhëm dikujt një ngjarje më e rëndë. Është shumë personale dhe dhimbja, vuajtja, lëndimi, humbja, hidhërimi, pikëllimi, gjitha meritojnë të nderohen, të validohen për atë që janë. Domethënë, askush nuk mund gjykoj dhe askujt nuk i takon të kritikoj apo të gjykoj se si dhe sa e ndjen dhimbjen dikush tjetër. Njeriu është i fortë. Unë më herët patjetër po flisja për vulnerabilitetin. Aftësinë do thoja unë që kemi ne, sikur thua aftësinë për të lënduar duket pak paradoksale, por për të qenë njerëzor. Siç lëndohemi ne dhe shërohemi. Domethënë gjejmë mënyra, natyra njerëzore dhe për fat mirë kemi mekanizma brenda vetes, si brenda dhe jashtë, pra, si të vetëdijshëm dhe të pavetëdijshëm që na ndihmojnë për të gjetur mënyra për ta sublimuar, për ta kanalizuar, po themi pozitivisht, siç është rasti i kësaj ideje shumë fantastike, do thoja, si për të elaboruar, pra për ta përpunuar pozitivisht psikologjikisht dhimbjen dhe për ta kanalizuar atë në një drejtim motivues pozitiv për të ndihmuar të tjerët. Ti mbase s'ke qenë terapi, po libri që ti ke bërë dhe që ke shkruar në mënyrë gati autodidakte, mund të themi ke bërë një autoterapi. Të shkruarit sigurisht që ndihmon, të kthyerit në kauza, siç është një mini kauzë e vogël kjo që me të ardhurat për bamirësi çka diku të motivon dhe patjetër që e nderon kujtimin e djalit dhe sigurisht që unë besoj, jo vetëm si psikologe, po si njerin rrethpar që në thelb të forcës, siç ti më pyete që nëse ka dashuri, nëse ka mirësi, nëse ka mirënjohje, nëse ka pranim, sigurisht që dhimbja zbehet dhe është shumë e lehtë. Të falenderoj shumë. Faleminderit Lorela. Faleminderit Imelda nga zemra. Të falenderoj, uroj shumë shëndet për ju, për të gjithë ju që t'jeni bashk, të vazhdoni rrugtimin siç the edhe vetë që keni nisur, krah njëri tjetrit edhe të kujtime shumë të bukura me Omerin. Faleminderit që ndave këtë histori tënde me ne. Faleminderit që na ndoqët edhe si gjithmonë kërkoj ndjes për emocionet e mia që nuk i kontrolloj dot. Ju përshëndes.